Deputetja Mariana Koçeku, e cila ditën e diel njoftoi largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe kalimin si deputete e pavarur, ka reaguar sërish në një mesazh në rrjetet sociale. Në postimin e saj, Koçeku ka sfiduar mazhorancën dhe kryeministrin Edi Rama, që nëse është i bindur për mbështetjen politike dhe për shumicën prej 83 mandatesh në kuvend, të shpërndaj parlamentin dhe të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Nuk ua ka marrë mandatin e deputetit, ma keni marrë ju muaj prej 10 muaj shresht. Tash mandati ka ardhur në vend të vet. Nëse jeni kaq të sigurt që unë nuk fitoj pa ju dhe ju i keni plot 83 mandate, atëherë shpërndajeni parlamentin. Shkojmë në zgjedhje të parakohshme dhe masim forcat se kush fiton çka. Kësaj radhe do të marrë me vete kecin tim të shtrenjtë bashkë me kmesën e mpret dhe do të zbres me kandidue në Tiranë. Para se të vi, ndoshta ju marr leje malsorëve të mi me e fol gjuhën standarde, shkruan ajo në një postim në Facebook.